Edi Rama, që e pranon që është biri i kurvës, Edi Rama i dha të gjithë aksesin e kibernetikës shqiptare i Albanian e ka dhënë izraelitëve. Izraelitët i kanë shenjat tona të gishtave, kanë pasaportat tona, kanë ADN-n ton, kanë grupin e gjakut, din ku i kemi pronat, kanë akses të bankat tona. Edi Rama i ka dhënë prap një grupi izraelitësh ekskluzivitetin për të bërë bankën digjitale dhe të tillë paran digjitale. Kjo është shumë e rrezikshme. Izraelitët do t'i vjedhin shqiptarëve të gjithë lekët që ata kanë, do t'i japin një kartë krediti dhe një aplikacion në telefon dhe do i thoni sa lekë ti dashur, un kam $1 milion. Futi çik lekët këtu në bank, lekët do transferohen në Izrael dhe shqiptarëve do t'i japin vetëm një aplikacion që janë numra dhe kur të doj izraeliti ty ta mbyll aplikacionin dhe ty të shkoj gjithë mundi dhe djersa jote për gjesh. Ishullin e Sazanit, ishull për të cilin shqiptarët në luftën e Vlorës të 1920-s, sikur përmend Ago Agaj në librin Lufta e Vlorës, u betuan mbi Kur'an edhe thanë ose do ta dëbojmë Italinë ose vdesim, dhe ja sollën Sazanin në Shqipërisë, ja fali shokut të Benjamin Netanyahu, zionistit Jared Kushner. Pra, Edi Rama i ka dhënë gjithë Shqipërinë këtyre dhe pyetës tënde pse po e bën ai këtë gjë? Për arsyeën e vetme, sepse ai është Manuel Noriega i Shqipërisë. Ai është kriminal, është hajdut, edhe bufi i di dosjet që ai ka në SPAK dhe ai ndërron se do bëhet Antonio Samoza i Shqipërisë. Ai i thot Benjamin Netanyahu, unë jam bir kurve, po jam biri kurvës tuaj. Gjuha e fytyrës e Netanyahut i sugjeroi gjithë shqiptarëve që ta shohin edhe një herë dhe me vëmendje fjalimin e Ramës në Knesset. Netanyahu shikonte ministrat e tij majtas edhe i djathtës dhe i thoshte: "E shikoni se çfarë bir kurve kam gjetur unë dhe i cili po na jep neve një vend të tërë që është Shqipëria." Dhe Edi Rama, që e pranon që është biri i kurvës, aty në Knesset i thoshte Netanyahut, sepse ai është një njeri i mbytur, i vdekur dhe që po i shet çdo gjë të Shqipërisë Izraelit, vetëm e vetëm që Netanyahu ka bindit Trumpin që mos ta largojë nga pushteti sikur Maduron, apo të paktën ta urdhëroj SPAK-un që mos ta shkatërrojë dhe ta pusë në burg.